Mungesa e kontrolleve për ngjyrosjen që përdoret në bukën e zezë, si dhe pesha që tregtohet, përbën një shqetësim jo vetëm për prodhuesit e bukës, por edhe për konsumatorin. Buka, si produkt më i rëndësishëm në çdo tryezë familjare, dëmton qytetarët që përdorin bukë dietike me ngjyrues. Shqetësimin e pohon Kajo Halka, në cilësinë e kryetarit të shoqatës së prodhimit të bukës për qarkun e Fierit, teksa thekson se AKU, si autoriteti përgjegjës, duhet të ushtrojë kontrolle të vazhdueshme për të mos dëmtuar shëndetin e konsumatorëve. Tu ka shumë i formalitet dhe nuk kontrollohet i gjithë nga shteti i formalitet. Prandaj dhe cënohet dhe cilësia e bukës. Vetë qytetarët kërkojnë bukë diabetike, e cila realisht në treg ekziston vetëm 30%. Pjesa tjetër është e njëjta cilësi buke me bukën e bardhë. Përdoret bojra ushqimore dhe të ketë kujdes sepse prodhuesi duhet të ketë logon e tij kur shet bukën, që të mbajë përgjegjësi për bukën. Për kryetarin e shoqatës së prodhuesve të bukës, dëmi i madh rëndon mbi vetë konsumatorin, kryesisht në peshën e bukës, që në të shumën e rasteve abuzohet nga ana e prodhuesve.